Bizneset në vend vijojnë që të kenë pritshmëri optimiste për aktivitetin e tyre ekonomik. Banka e Shqipërisë ka publikuar vrojtimin për besimin në ekonomi, ku vëret se treguesi i ndjesisë ekonomike në muajin prill postoi një rënje prej 0.8% në krahasim me muajin mars, por përsëri qëndron 7.4 pikë mbi mesataren. Shërbimet dhe tregtia rezultojnë dy sektorët që kanë dhënë nxitjen kryesore, duke qenë se sezoni turistik po afron. Duket se sektorët që kanë lidhje me turizmin kanë sinjale më pozitive për aktivitetin e tyre. Treguesi i besimit në shërbime u rrit me 0.5% në muajin prill. Të dy komponentët përbërës të treguesit e curia aktuale e aktivitetit, si dhe niveli i kërkesës kanë regjistruar rritje. Pritjet e bizneseve për punësimin dhe çmimet në të ardhmen janë gjithashtu me rritje. Edhe treguesi i besimit në tregti ka shënuar një rritje me rreth 0.8%. Kjo e curi u ndikua kryesisht nga vlerësime optimiste për punësimin në të ardhmen. Edhe sektori i ndërtimit vijoi që të ketë tregues pozitiv për të ardhmen, ndërsa u rrit me 1.3% për të dytin muaj me radhë, dhe kjo u përcaktua kryesisht nga vlerësimet më të larta për nivelin e porosive aktuale. Industria rezultoi sektori më pesimist në vrojtimin e realizuar nga Banka e Shqipërisë. Treguesi i besimit të industrisë ra me 6.7% në muajin prill, indikuar nga vlerësimet e përkeqësuara për kontratat porositëse në vend dhe veçanërisht për ato nga eksportet. Edhe besimi konsumator pasoi një ulje të lehtë indikuar nga pritshmëritë për blerje të mëdha.